Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikuesja, kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve Si të sillemi. Sot inshallah do të trajtojmë një temë shumë të bukur, dita e Xuma. Pra, çfarë marrëdhënie ka besimtari me këtë ditë Xuma? Pse u quaj dita e Xuma? Çfarë lidhje ka kjo ditë me babain e njerëzimin Ademin alayhis salam? A lejohet tregtia në ditën e Xuma dhe çfarë dënimi ka I person I cili e lën ditën e Xuma dhe të tjera pyetje të cilat ne do t'i trajtojmë në emisionin e sotëm dhe për këtë kemi thirrur si gjithmonë hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdhët hoxhë i nderuar. Hoxhë i nderuar, atëherë le të fillojmë kjo pyetja e parë, pse u quajtur me emrin Xuma dhe çfarë lidhje ka kjo me babain e njerëzimin Ademin alayhis salam? Nuk ka dyshim se një nga gjërat më të rëndësishme që përjeton besimtari ose prej begative më të bukura që përjeton besimtari në fenë islam është edhe dita e Xuma. Dita e Xuma që është faktikisht në ditën e premte, po e ka marrë këtë emër sepse në këtë ditë mblidhen besimtarët. Pra besimtarët e kanë traditë javore si një formë e adhurimit të Zotit që duhet mblidhen patjetër së bashku për ditë Xumaje. Për këtë arsye quhet e detyrueshme. Për këtë arsye I Madhi Zot Allahu në Kur'an zbriti një sure, kapitull kuranor, enkas me këtë titull, dita e Xuma, pra vlera dhe si më thon vlera e veçantë që ka kjo ditë tek Zoti I Madh, namazi I veçantë ndryshe nga namazet e tjera që falet në këtë ditë Xumaje dhe ligjërata që mbahet në ditën e Xuma ose këshilla javore, ndryshe se ç'ndodh në namazet e tjera që njerëzit vinë falen, përmendin Zotin dhe largohen gjithë secilin drejtimin e tij. Kurse në ditën e Xuma ka diçka më të veçantë. Pra e ka këtë emër sepse në të mblidhen besimtarët. Po ky emër faktikisht na çon edhe diku më larg. Është dita ku është mbledhur, pra përfunduar krijimi I Ademit alayhis salam. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dita më e mirë që ka krijuar Zoti ose dita më e mirë mbi të cilën lind dielli është dita e Xuma. Në të ka përfunduar krijimi I Ademit. Në ditë Xumaje, pra është futur në xhenet, për ditë Xumaje ka dalë nga xheneti dhe ditën e Xuma do të bëhet kiameti. Në ditën e Xuma ndodhet një kohë që kush I lutet Zotit në atë kohë, Zoti nuk e kthen lutjen e tij mbrapsh. Jo vetëm kaq, po I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka folur edhe në hadithe të tjera për ditën e Xuma. Ka folur për ata njerëz që kushtojnë kujdes dhe rëndësi ditës së Xuma. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Zoti Allahu xhallahu ditën e kiametit do t'i paraqesë gjitha ditët e javës. Dita e Xuma do të jetë, thotë, nur, dritë, si nusja e veshur me të bardha që e shoqërojnë dasmorët. Ditës Xuma, kush I kushton rëndësinë e saj, I jep le të themi shenjtërinë që meriton kjo ditë, do të jetë shoqëruesi I ditës Xuma, ditën e kiametit. Dhe kjo dita e Xuma, si një nuse e veshur me të bardha, do t'i marrë dasmorët krushqit, pra ata që I kanë dhënë rëndësinë kësaj dite në këtë botë, do t'i marrë, do t'i fusin në xhenet pa llogari. Pra aq e rëndësishme që nga dita e Xuma dhe ti kushtosh rëndësi ditës së Xuma. Për këtë arsye dhe Islami në raport me ditën e Xuma ka sjell disa rregulla, ka sjell disa norma etike që nuk ekzistojnë faktikisht në namazet e tjera apo në ditët e tjera për të cilat do të flasim në vazhdim. Atëherë le të vim edhe një herë tek krijimi I Ademit alayhis salam dhe lidhja e kësaj dite me Ademin alayhis salam. Si më thon, të tjerët kanë festat e tyre javore, ndërsa Islami e ka lidhur festën e vet javore me njeriu, sikur na thot, kjo ditë në të cilën është krijuar Ademi, në të cilën është futur në xhenet, në të cilën Zoti e nxorri nga xheneti dhe e pranoi pendimin, është dita e njeriu. Dhe si më thon, kjo fe ka ardhur për njeriu. Pra, ky njeri në natyrën e tij është I gabueshëm, ky njeri në natyrën e tij është I paqëndrueshëm, ky njeri në natyrën e tij ka hapësirë të pendohet derisa është në jetën e kësaj bote. Pra, unë gjithmonë e bëj si lidhje dhe them, nëse Ademi që ishte profet, bëri gabim në xhenet e Zoti e fali. Po ne që si jemi profet, gabimet nuk po I bëjmë në xhenet edhe padyshim që Zoti do të na fali. Pra ky është një mesazh I bukur, sikur Zoti neve na thot o rob të mi, pra o njerëz, përderisa jeni në këtë botë, shfrytëzoni mundësinë që ju ka falë I Madhi Zot, se Zoti ka për t'ju fal, dhe dita e Xuma është një sinjal I përhershëm që I Madhi Zot, domethënë neve na e kujton këtë fakt. Pendohuni se Zoti e pranon pendimin. Ejani tek mëshira e Zotit, tek falja e Zotit, tek sofra e Zotit që është ditën e Xuma në xhami, se Zoti I Madh do t'i pranojë, e Zoti I Madh do t'ju fali dhe Zoti I Madh do t'ju mëshirojë. Pra, shkurtimisht, sikur po na thot Zoti, kjo fe ka këtë fest që nënkupton, kjo fe ka ardhur për ta lumturuar njeriu, për të siguruar atij lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë
e botës tjetër. Këto janë arsyet që në Islam, si më thënë, sjellja etika e besimtarit nuk është si në kohët e tjera apo në ditët e tjera. Hoxhë nderuar, ju folët për vlerën dhe për bukurinë e kësaj dite të madhe, por a ka ndonjë etik pra besimtari si duhet sillet në këtë ditë në lidhje me rregullat ose dispozitat islame në këtë ditë? Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka porositur për disa gjëra siç e thamë më herët, më të veçanta dhe më specifike që ekzistojnë ditën e xumat dhe nuk ekzistojnë në ditët e tjera, domethënë që pëlqehet apo është sunet, pra është mirësi e madhe që ne t'i bëjmë. Për këtyre gjërave që na ka porositur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për ditën e xumat është larja e gjithë trupit. Pra bërja një dushi të plot është prej, le të themi, traditës ose prej sunetit që muslimanët duhet ta bëjnë ditën e xumat. Prej gjërave interesante është parfumosja. Pra në përgjithësi muslimani duhet të ketë aromë të mirë, po si më thënë këtu është më e pikasur, është përcaktuar, madje ka një hadith që thotë, dhe nëse nuk gjen parfum të tij, le të përdori parfumin e bashkëshortes tij, që në Islam nuk lejohet faktikisht që burri të përdori gjërat e grave. Po këtu ka diçka të veçantë, sepse ti po shkon në një ambient ku ka njerëz e tjerë. Vim tek pika tjetër që është përdorimi i mizvakut. Pra në këtë ditë yeta'akkad, pra është më e pëlqyeshme se çdo herë tjetër të përdoret mizvaku. Pra, si më thënë, higjiena e gojës, pastërtia e gojës. Vim tek rrobat, pra besimtari në këtë ditë yeta'akkad, pra ka më të kërkuar, më parsore që të vishet mirë, sepse është ditë feste, është ditë gëzimi, nuk është si ditët e tjera. Në ditën e xumat besimtarit i pëlqehet gjithashtu, dhe kjo është për gjëra interesante, që të eci në këmbë, të shkojnë në xhami në këmbë, nëse janë mundësi, normalisht, sepse nëse nuk janë mundësit, kushtet, puna, shkolla, okay, po flasim nëse janë kushtet dhe mundësit, është mirë që të eci në këmbë. Pra mos të hypin automjet, si më thënë, mund të jetë, le të themi, dita e ekologjisë së qytetit. Pa llogaritë e tij në një qytet apo në një shtet apo në gjithë botën, çdo e xumat të ishte dita pa makina. Çdo të ndodhte me mjedisin dhe me ambientin. Kjo faktikisht sepse pejgamberi sa ka thënë për çdo hap që hedh, atij i shkruhet sevap, i fshihet një gjuna dhe i transmetim tjetër thotë për çdo hap që hedh i shkruhet sikur ka agjëruar një vit dhe është falur një vit, pra një mirësi që s'ndodh në asnjë kohë tjetër. Prej gjërave interesante dhe këshillave që jepen për ditën e xumat është që besimtari, domethënë, duhet vi herët në xhami. Flasim kur janë kushtet dhe mundësitë. Se ai që është në administratë, në punë, në polici, në shkollë, okay, e rëndësishme është që ta kapi xuman, po flasim kur janë kushtet dhe mundësitë, duhet vi herët. Thot një hadith, kush vjen orën e parë sikur ka dhënë sadaka, pa ka therr një deve dhe ka dhënë sadaka, orën e dytë një lop, orën e tretë një dele, orën e katërt sikur ka therr një dash, orën e pestë sikur ka dhënë një vezë sadaka. Pra pul edhe një vezë sadaka. Pra sa më herët aq më mirë. Prej etikës së ditës xumat gjithashtu është që besimtari në ditën xumat nuk duhet të shqetësojë njerëzit duke ka përcyer qafat e tyre. Pra nëse vjen dhe gjen vend ulur aty, përveç se nëse në safet përpara ka vende ekstrem bosh, okay, atëherë lejohet që të lëvizë njeriu, po pa shqetësuar njerëzit. Pra si më thon, duke i prekur pak me dorë, pra jo me bër kalimin me këmbë sipër kokave të njerëzve, po duke hap me dorë njerëzit dhe duke kaluar, domethënë, me edukat. Prej edukatës dhe etikës së ditës xumat është se në ditën e xumat kur rrim edhe dëgjojmë ligjërusin, nuk na lejohet të mbështjellim gjuhët në këtë formë. Pra, siç rrin disa njerëz në këtë formë, kështu nuk lejohet sepse ka ndaluar i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam. Prej etikës së ditës xumat gjithashtu është nëse kotemi, është normale që njeriu lodhja. Ndoshta edhe hoxha nuk ka atë intonacionin, ndryshimin e intonacionit, thotë ndro vend. Pëlqet që të ndrohet vendi, pra mos trish në një vend ku të ka marr kotja. Prej etikës së ditës xumat gjithashtu është mos të flitet, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë, nëse ti vjen për ditë xumaje, nuk lejohet që të flasësh me njerëzit kur po mbahet ligjërata. Madje nuk lejohet, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i thon tjetrit, ej, mos fol. Nuk e fol dy veta. As ati s'bën me i thon hesht. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam thotë, kush i thot shokut ditën e xumat hesht, pusho, thotë edhe ky del pas sevapit të xumas. Ai s'bëhet fjalë, po edhe ky që i tha hesht. Ktu ne vëmë re diçka që është shqetësuese pak. Fakti që ka njerëz që lozin me celular, japin përgjigje për ditë xumaje, merren, shohin, madje ka edhe
ekstrem fare, njerëz cilët u japin përgjigje dhe u kthejnë përgjigje njerëz në rrjetet sociale apo ndjekin rrjetet sociale, si më thon imami grin sallatet e lart, ndërkohë që ky domethën vazhdon atë punën e vet. Ose bën foto në xhamie dhe humb përqendrimin në orarin ose në vëmendjen e hutbes. Pikërisht për këtë ka një hadith shumë interesant. Dhe çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot, nëse njeriu loz me dorë, domethën në zhavorrin e xhamis, del pa xhuma, pa sevapin e xhumas. Merr mend ti se ç'ndodh me një i cili merret me foto apo bën selfie kështu me radhë. Pra ai është një moment adhurimi. Për këtë arsye në një transmetim nga nëna e besimtarëve thot, dita e xhumat thotë është si namazi i drekës. 2 rekatshi i drekës është zëvendësuar me hutben e xhumas. Pra hutbja e xhumas nuk është thjesht një ligjërat që bën manozh, është adhurim. Fes'au ila dhikrillah, shpejtoni dhe nxitoni në përmendjen e Allahut, pra është duke u përmend Allahu, është duke u fol për fen, atëherë duhet nxitojmë. Pra nuk është çështje kështu po e bëre mirë. Për këtë arsye ka një hadith shumë interesant që thot ditën e xumë me lajket rrinë në dyert e xhamive. Derisa thot imami Esselamu aleikum wa rahmatullah. Në momentin që imami jep selam dhe thot Esselamu aleikum wa rahmatullah, me lajket i mbyllin regjistrat e xumas. Ti mund vish më mrapa, xumaja jote është e saktë, por nuk e ke emrin në regjistrin e xumas. Nuk ke shpërblimin e plot. Nuk e ke shpërblimin e plot, kjo është ideja. Kështu që le të themi këto janë disa prej rregullave, prej etikës që duhet të ketë dhe por në lidhje me leximin e Kuranit në këtë ditë të bukur. Normalisht që në këtë ditë bëhet lexim Kurani, dhikr, dua, por kemi një sure më, le të themi, më specifike, më të personalizuar që lexohet për ditë xumë, që është sura El-Kahf. I dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ai që lexon surën El-Kahf ditën e xumë, do t'i bëj atij dritë deri në xuman tjetër. Pra është mirësi e madhe që të lexohet sura El-Kahf. Sura El-Kahf mund të lexohet duke filluar nga si më thënë e entja e ditës akshami të entës që fillon përpara xumas deri në akshamin e ditës së xumë. Edhe që mos harroj edhe diçka shumë interesante që ndoshta edhe na shpëtoi tek vlerat e xumas është se ka gjunahe që fshihen me abdesin, ka gjunahe që fshihen le të themi me namazet ditore dhe ka gjunahe që i fshin e xumaja. Pra nuk ka si dita e xumë. Është ditë me të vërtetë e veçantë. Për këtë arsye edhe ne përmendëm afërsisht 12, le të themi kodik ose gjëra interesante specifike që i ka dita xumë dhe nuk i ka asnjë ditë tjetër në krahasim me ditët e tjera. Gjithashtu, që mos ta harroj edhe këtë, ardhja në xumë sa më herët nënkupton të falësh namaz derisa të vi koha që thirret ezani. Pra, për gjërave gjithashtu që pëlqejnë ditën e xumë është që të falet sa më shumë namaz. Për shembull, dikush erdhi gjysmë ore përpara, a ka mundësi që gjysmë ore ta kaloj me namaz? 10 minuta përpara, a ka mundësi këtë 10 minutë që ta kaloj me namaz, sa më shumë namaz, sepse në hadith thuhet thumma salla ma kutiba lahu. Pastaj fal sa e ka shkruajt Zoti, fal sa e ka shkruajt Zoti. Pra ajo që falim ne është faktikisht e shkruar nga Zoti. Për gjërat më të rëndësishme që ne nuk duhet të harrojmë faktikisht ditën e xumë është ajo ora që përgjigjet Zoti çdo lutje. Pra ka një moment se orë në gjuhën arabe nuk përkthehet vetëm sa'a, nuk përkthehet orë, por përkthehet kohë, moment. Ka momente në ditën e xumë, ka një kohë ditën e xumë që lutja po të bëhet pranohet. E kur është kjo kohë? Kemi 2 interpretime interesante. Një interpretim thotë kur ulet hoxha, pra që mban ligjëratën kur ulet në atë 1 minutë, le të themi. Midis 2 hutbeve që e quajmë në gjuhën zakonore. Po, ose mendimi tjetër thotë jo, para domethënë mes ikindis dhe akshamit ditës së xumë. Dhe për të dyja faktikisht ka transmetim, gjë që nënkupton të dyja rastet duhen shfrytëzuar sa më shumë, sepse ditën e xumë ndodhet një kohë që s'ndodh që dikush t'i lutet Zotit për diçka e Zoti mos t'ia japi. Për këtë arsye domethënë është një ditë e veçantë, edhe për sa i përket etikës, larjes, parfumosjes, prezencës në xhami, karikimit me iman, me ligjëratën që mbahet etj, por edhe për t'i kërkuar Zotit hallet dhe nevojat, realizimin e dëshirave. Domethënë nuk ka si dita e xumë për njeriu, domethënë për ta përdorur në të mirë të tij, në të mirë të familjes tij, në të mirë të ahiretit dhe të botës tjetër. Hoxha nderuar, ne pak a shumë kemi thënë në emisionet e tjera që namazi është një falje e lagjës dhe ajo xumaja sikur mbledh më shumë njerëz. Por ndërkohë nga ana tjetër, domethënë xumaja sikur shkon pak atë pluhurin e materializmit që gjatë gjithë javës besimtarët i prek dhe humbin me
me përkushtimin që ato kanë për këtë botë. Ndërkohë xhumaja sikur vjen një rrëzim, një kumtim. Në momentin që ato vinë për xhuma, a ka dhe diçka sociale brenda për faljes së xhuma kur ato bashkohen ose japin selam njëri tjetrit? Nuk ka dyshim se një nga mesazhet e forta që ka xhumaja brenda është që, sikur më na thotë i Madhi Zot, o ju besimtar, nuk duhet të kaloj një javë pa u takuar me njëri tjetrin. Nuk duhet të takoj një javë pa ndet me njëri tjetrin. Pra bëni ç'bëni, po të paktën një herë në javë duhet të takoheni. Për këtë arsye quhet kongresi i vogël i muslimanit. Kongresi i vogël i muslimanit është xhumaja, kongresi i madh i muslimanëve është haxhi. Kështu që ose Arafati le të themi. Kështu që muslimanët përveç pjesës besimit, adhurimit, shpërblimit, sevapit, kanë edhe këtë pjesën e takimit me njëri tjetrin, ndesit me njëri tjetrin, por edhe si më thën solidaritetit në raste të caktuara, në situata të caktuara, në rrethana të caktuara, dhe ne jemi dëshmitar të faktit se si ne, domethënë qysh kur kemi filluar hutbet e xhumas, po jo vetëm këtu në Shqipëri, po edhe në botën islame kur kemi studiuar, shfrytëzoheshin hutbet e xhumas për të bërë thirrje për njerëzit nevojë, për rastet nga më të ndryshme, për botime librash, për bursa studentore, e të gjitha këto, domethënë xhamia apo sidomos e xhumaja, domethënë ka një mesazh plus asaj që është thjesht adhurimi, sevapi dhe shpërblimi, që është mesazhi social apo domethënë gjurma sociale që duhet lërë tek besimtarët që e frekuentojnë xhamin. Hoxhë nderuar, ju e përmendet pak a shumë, domethënë që njeriu duhet të jetë i kujdesur gjatë qëndrimit në xhami. Mirë, po dikush është i kujdesur ndërkohë profesioni i tij ose puna e tij ose tregtia e tij, domethënë ja merr mendjen në orarin e faljes së xumas ose mbajtjes e ligjërimit. A ka ndonjë rregull posaçëm për atë i cili bën tregti në këtë lloj kohe dhe çfarë duhet bëj ky person? E para gjë ne duhet dim se çështja e xumas nuk është një çështje që njeriu nuk duhet mendoj për të vazhdimisht. Pra është diçka që duhet ta angazhoj njeriu, si më thën, u fal xhumaja sot, unë duhet mendoj për xhuman tjetër, ku do ta fal dhe si do ta fal dhe si do të jetë dalja ime për të gjetur një zgjidhje për të falur xhuman. Dhe njerëzit në këtë pjesë duhet të jenë shumë kujdesshëm. Dhe shqyr Zotit ka një ndërgjegjësim goxha të mirë, domethënë. Po prap, domethënë ka njerëz që hutohen dhe harrojnë. Ne duhet të kujtojmë gjithë vëllezërit tan se ka një hadith i cili thotë kur i kalojnë 3 xhuma i vuloset zemra. Pra që ka shumë e rëndë. Pra e para ne duhet të kemi parasysh se është një moment që Zoti po na fton për të ardhur në këtë ditë xhumaja dhe është dashuria e Zotit aty, dhe e dyta ne duhet të kuptojmë se nëse kalon 1, 2, 3 xhuma vuloset zemra. E nëse vuloset zemra, fillon njeriu pastaj dhe nuk i sheh gjërat ashtu siç janë. Pra të mirë nuk e sheh më të mirë, të keqen nuk e sheh më të keqen, sepse kella bel arana ala qulubihim, u vulosin zemrat, u pllakosën zemrat, pra fillon zemra dhe humb ndjesit. Në momentin që zemra humb ndjesit, njeriu nuk e njeh të mirën të mirë dhe të keqen të keqe. Për këtë arsye, muslimanët duhet të jenë shumë kujdesshëm për ditën e xhumas. Nuk duhet i iki besimtarët xhumaja. Për këtë arsye, njerëzit në raport me xhuman janë 2 kategori. Ata të cilët e kanë mundësinë dhe s'ka për ta asnjë lloj tolerance. Kemi një kategori fatkeqësisht, ne në Shqipëri flas të paktën, po besoj edhe pjesa e Ballkanit ka këtë problem, që është pamundësia për të falur xhuman. Pra kemi një kategori njerëzish, ata që janë në shkollë, ata që janë në administratë, në punëra etj. Dhe këtu duhet të hyj fuqishëm roli i meshihateve, i bashkësive islame dhe i komunitetit musliman, që duhet të reagojnë në një formë apo në një tjetër që të jetë, le të themi, kjo kohë nga ora 1 deri në 2, që është vera, apo nga ora 12 deri në 1, duhet të jetë pushim. Duhet merret pushim, duhet jetë një zgjidhje për studentët, sepse pjesa që e vuan më shumë, pjesën e xhumas janë studentët. Çfarë do të thotë studentëve? Nëse do të lejnë shkollën, përjashtohen nga shkolla. Nëse lejnë xhuman, dëmtohen zemrat e tyre. Atë çfarë zgjidhje duhet bëjnë? Por edhe punonësit shtetëror këtë e kanë pak problem sepse nuk mund të lejnë punën. E vërtetë është problem, po mund gjejnë një zgjidhje, koha drekës, një kafe, diçka mund ta gjejnë një zgjidhje. Po kemi problem 3 kategori. Ne flas për Shqipërinë. Kemi policinë që e kanë pak problem, kemi ushtrinë që e kanë problem dhe kemi studentët, shkollat që e kanë problem. Dhe unë mendoj që ky problem duhet marrë fund. Ne për shembull shohim vende evropiane që kanë gjetë zgjidhje. Zgjidhja e cila është një orar pushimi, nga ora 12 deri 1. Edhe njerëzit e kanë gjetë zgjedhjen.
në verë nga ora 1 deri në 2 dhe njerëzit kanë gjetë zgjedhjen. Pra ka zgjedhje. Pra ne kemi një shembull, le të themi europian, perëndimor, nuk po themi arab, bota arabe. Europa dhe perëndimi e kanë gjetë një zgjidhje për muslimanë që në fund fare janë emigrant dhe nuk janë autokton. E pse nuk do të kemi ne që jemi autokton, venali, nuk do të kemi ne një zgjidhje, po kjo është dobësia jonë, dobësia komuniteteve fetare, të cilët nuk kanë arrit akoma në një fazë të tillë ndërgjegjësimi për ta kërkuar këtë më të madhe. Sidomos kur vjen rasti, kur vjen mundësia, pse mos kërkohet? Sepse ke të tjerët, ke fetë të tjera ekziston, pra e shtuna është pushim edhe pse ajo dihet që është dita hebreve dhe diela është dita e krishterëve, ndërkohë që ne nuk kërkojmë një ditë të plot pushim, por të paktën në orën e xumas. Orën e xumas, vetëm ora e xumas, domethënë vetëm ora e xumas të jetë pushim. Dhe unë duhet falenderoj sepse ka pas zëra në politikën shqiptare që e kanë ngritur e mbasere, do të thuash ti po ka qenë fushat elektorale. Mua nuk më intereson se çfarë ka qenë, mua më intereson që është ngrit si zë dhe është bërë qoftë 2 apo 3 herë si diskutim në Parlamentin shqiptar. Pra do të thotë që është një gjë që duhet ta zgjidhim patjetër, sepse është mëkat që ti lesh këta njerëz të vuajnë, qofshin administratës, qofshin studentët. Pse? Në momentin që unë kam një punonjës të administratës që i falet Zotit, që shkon për xhuma dhe falet dëgjon një këshill, është shumë më mirë në produktivitetin e tij, në rolin e tij, sesa një tjetër që s'ka lidhje fare me Zotin. Po kështu dhe një student i cili rritet me frymën e Zotit, me frymën e besimit në Zot, me frymën e besimit të botës tjetër, me frymën e dashurisë për prindin, me frymën e dashurisë për suksesin dhe për të qenë i dobishëm për shoqërinë, është shumë më mirë sesa me një tjetër i cili është çdo gjë materializëm në jetën e tij, çfarë arri për të mirat të kësaj bote. Kështu që ne si shoqëri do të përfitojmë nëse do të japim këtë akses rinisë tonë. Po gjendora, po nga ana ne pak a shumë përmendim nga ana ligjore, e cila duhet të jetë dhe duhet të jetë se s'bën sepse ne jemi një shumicë popullsie muslimane. Po nga ana administrative, a mos ndoshta ndonjë xhami duhet të përcaktojë një orar tjetër për t'i dhënë mundësi atyre të cilët janë të zënë në një orar studentëve ose punonjësve dhe ndoshta ato mund ta bëjnë pak më vonë? Kjo mund të jetë një zgjidhje e dytë. Kjo mund të jetë një zgjidhje e dytë që në disa xhamia të falen 2 xhuma ose në disa xhamia të vonohet si më thon falja e xhumas. Po për shembull ka disa raste që falen 2 xhuma. Ka disa raste në Evropë, disa raste edhe në Ballkan që falen 2 xhuma. Po kjo falja e 2 xhumave është një zgjidhje deri diku. Unë them të ketë zgjidhje të saktë. Zgjidhje si më thon që na mban me ballë lart të gjithëve, na bën krenar të gjithëve. Pse unë si musliman duhet ndjehemi i diskriminuar se nuk falem dot për ditë xhumaje, që në fund fare 1 orë në javë është. Pra domethënë është çështje dinjiteti, kjo punë nuk është puna çfarë gjejmë zgjidhje. Se mund të jetë një zgjidhje e tillë që të përcaktohet një xhami. Po në Tiranë për shembull si do përcaktosh xhamin? Një xhami që ta vonoj, cila do të jetë ajo xhami që vonohet? Po në Kamës çfarë do të bëhet? Po le të themi në një vend tjetër që është në krau në kombinat çfarë do të bëhet? Pa kjo nuk është zgjedhjet me një xhami, kjo ka nevojë për një zgjedhje ligjore. Po në fund fare, nëse nuk ka zgjedhje ligjore, minimale që mund të bëhet është që të ketë 2 xhuma në xhami të caktuara, pa dalin një njoftim dhe thuhet filan xhami falet xhumaja 2 herë dhe njerëzit kanë mundësi të falin xhuman e dytë. Atëherë le të ketë kjo një lloj indicie e emisionit ton për të bërë thirrje edhe qoftë edhe institucioneve islame të cilat duhet të lobojnë për të kërkuar orën e ditës së xhumas. Duhet patjetër. Atëherë të nderuar teleshikues, shkëputemi për pak minuta dhe ritakohemi sërish në pjesën e dytë të emisionit ton. Të nderuar teleshikues, ja ku i takuar në pjesën e dytë të emisionit, jemi me hoxhën e nderuar Ahmet Kalaj, po flasim për ditën e xhumas. Hoxhën e nderuar, pak a shumë ne trajtuam çështjen e problematikave që kanë shqiptarët brenda trojeve shqiptare në lidhje me faljen e ditës së xhumas. Flasim pak për emigrantët të cilët ndodhen në vende europiane dhe kanë shkuar atje për një nevojshmëri të tyre ekonomike ose për një punë ose për një profesion ose për studime, si duhet veprojnë ato në faljen e xhumas? A duhet ato ta falin xhuman dhe si t'i gjejnë mënyrat e duhura për mos e lënë ditën e xhumas? Prej etikës dhe sjelljes tonë të mirë me ditën e xhumas që ne duhet mendojmë, siç e thash edhe në pjesën e parë të emisionit, vazhdimisht një zgjedhje për ditën e xhumas. Edhe emigrantët duhet gjejnë patjetër një zgjedhje për ditën e xhumas. Edhe dietarët të cilët thonë se udhëtari nuk e ka për obligim faljen e xhumas thonë mirë po, nëse i jepet mundësia duhet ta fal. Pra duhet prezantoj. Pse? Sepse është bekim, është mbarësi, është bereqet me lajke
duat, lutjet, karikimi shpirtëror që merr njeriu duke prezantuar aty për ditë xumaje, të gjitha këto nuk ka jep shansin asgjë tjetër përveç ditës xumaje. Kështu që duhet prezantojnë. Dhe ne kemi thënë herë tjetër, gjëja e parë që duhet bëjë një emigrant është të mendojë për xhamin. Gjëja e parë që duhet bëjë një emigrant në rastin ton të mendojë për xuman, se ku duhet ta falë xuman. Dhe si duhet ja bëj për xuman, dhe si duhet ta rregulloj problemin e xumas me punën e kështu me radhë. Pra, le të themi duhet ta kthejmë xuman në kaos, në një pikë problematike të jetës tonë derisa ta zgjidhim. Në momentin që ta zgjidhim, ti je sikur se puna do të vënë mbar dhe mirë. Kështu që është një këshill për emigrantët që duhet patjetër ta gjejnë një zgjidhje. Por edhe nëse janë në një xhami ku nuk kuptojnë dot gjuhën, për shembull mund të jetë xhami le të themi e turqve apo xhami tjetër që ky nuk kupton, nuk ka problem. Prezanto aty se me lajket, mëshira, bekimet e Zotit derdhen në atë vend, kështu që mos e vrit mendjen se e kuptova apo nuk e kuptova gjuhën të cilat flitet. E rëndësishme është që mos tiki xumaja. Për këtë arsye xumaja ka 2 rekat namaz. Ky 2 rekat që namazi nuk ka të bëjë fare me gjuhën që ka fol khatibi, pra ai që ka marrë ligjëratën e ditës xuma. O gjendruar në rekatet e namazit knohen disa sure të posaçme. Pse janë zgjedhur pikërisht të suret e posaçme? Çfarë domethënie dhe urtësie ka këto? Është e vërtetë që për ditë xumaje imamët në përgjithësi zgjedhin 2 sure të Kuranit, surën Al-A'la dhe surën Al-Ghashiyah. Në surën Al-A'la, domethënë urdhërohet apo këshillohet besimtari që të lidhet me Zotin e tij, të madhërojë Zotin e tij, mos të hutohet nga bukuritë dhe mirësitë e kësaj bote, t'i kushtoj rëndësi namazit, të kujtoj vazhdimisht, domethënë se një ditë do të dalim përpara Zotit. Në surën e Al-Ghashiyah vjen pikërisht momenti se si do të dalim përpara Zotit. Pra, suratu Al-A'la të orienton drejt madhërimit të Zotit, drejt moshutimit për dynjaje, drejt namazit, se ka i botë tjetër do dalim përpara Zotit, me kaq mbyllet suratu Al-Ghashiyah. Vjen suratu Al-A'la. Vjen suratu Al-Ghashiyah dhe tregon a e diti se është dita e Kiametit, ajo është dita e të sqaron se si do të ndodhi, çfarë do të ndodhi. Pastaj ka dhe gjë shumë interesante në surën Al-A'la flitet për Zotin, në surën Al-Ghashiyah tregohet për argumentat dhe mrekullitë e Zotit. A nuk shohin ata qiellin, a nuk shohin ata malet, a nuk shohin ata tokën, Pra, ky Zot që i obliguar për ta madhëruar, për ta vlerësuar, për ta lartësuar, faktikisht ka dhënë disa gjëra që ti nuk i ke në dorë, as tokën, as qiellin, as diellin, as hënën, as ujin, as gjithçka, gjitha këto janë prej Zotit. Pra, logjike që duhet të jesh falëndërues, madhërues, vlerësues i këtij Zoti, dhe më e bukur e gjitha gjëra është fundi, ajeti i fundit. Thotë: "Thumma inna alejna hisabahum." Llogarinë do ta jepni ke Zoti. Pra, çado që të bëni, u përkushtuat, morët këshillët, nuk e morët këshillët, jetë fund fare hesabin do ta kemi Zotin. Ky është ajet edhe, si më thënë, kërcënues, po edhe përgëzues. Kërcënues për atë që s'ka punë të mirë, dhe përgëzues për atë që është në rrugën e Zotit, në Islam, pavarësisht gabimeve, në momentin që ke punë me Zotin, ti je i sigurt se Zoti do ta trajtojë mirë në botën tjetër. O të nderuar, ne e thamë dhe në fillim të emisionit tonë, xumaja është një lloj rizgjimi, pra për besimtarin, por ai që shikojmë neve ose ndoshta ndodh ose ndoshta nuk ndodh, është disa besimtar vinë falin xuma dhe vazhdojnë në atë rutinë e përditshme. A duhet të jetë xumaja një rizgjim ose një ringjallërim i jetës fetare të atij? Faktikisht ky është qëllimi i ditës xuma, pra nuk ka qëllim tjetër ditë xuma vetëm se të zgjojë ndërgjegjen e njeriu të rigjenerojë, le të themi, energjitë e tij, ta kthjellojë njeriu për faktin se jeta e kësaj bote nuk është e përhershme, një ditë do të takojmë Zotin, edhe për të bërë ca hesabe llogari ku jemi me veten, se nganjëherë ka ndodhur që shumë njerëz thonë, "Ore, ke marrë një hutbë sot sikur e ke marrë për mua." Domethënë nganjëherë është hutbja këshill tamam për ty, domethënë për një situatë apo për një pozicionim që duhet të mbash në jetë, apo për një gabim që ke bërë, apo diçka që nuk e ke arritur akoma. Kështu që duhet marrim, le të themi, frytin e xumas. Dhe fryti i xumas është furnizimi, karikimi. Ky është qëllimi i xumas. Pra mos themi ashtu siç thot proverba arabe, titi ke marrë xhiti, si shkove erdhe, po i soi me fjalë. Kështu që por duhet të jetë diçka që me të vërtetë njeriu të jep një goditje pozitive dhe bën njeriu ndryshëm, e bën njeriu më pozitiv, e bën njeriu më familjar, e bën njeriu më të kujdesshëm, e bën njeriu më korrekt. O të nderuar, ndoshta kjo është një cilësi e khatibit, i cili duhet të përgatisë hutbën me atë qëllim që njerëzit pra mos flenë gjumë në orën e xumas.
A ka disa rregulla të cilat hatibi duhet i zbatojë në ditën e xumah për mos jetë hutbe e cila i vën gjumë njerëzit? A ka diçka plus në këtë? Faktikisht e bukur kjo, në raport me hutben ose ligjëratën e xumas, do të kemi parasysh dy gjëra, nuk do të jetë e gjatë shumë që njerëzit domethënë të dëmtohen, apo të ketë përsëritje, se çfarë ndodh kur është e gjatë, fillojnë të përsëriten gjërat, dhe e dyta, domethënë duhet të jetë e përqendruar, pra nuk duhet të ketë shumë zgjerim në detaje. Dhe gjëja tjetër, domethënë hutbja, domethënë e ditës xumah duhet të jetë një hutbë e përgatitur mirë. Pra nuk duhet të jetë një hutbë që vjen aty në moment, një ligjërat që vjen aty në moment dhe njeriu, si më thon, nxjerr diçka, si më thon, aty momentale. Ky është gabim. Hutbja e vërtetë është ajo hutbë që përgatitet për një javë. Pra merr me khatibin një javë, e mendon, zgjedh situatat, fjalët, rrethanat, zgjedh historitë, ngjarjet, ajetet, hadithet, sepse një temë e lidhur dhe me realitetin që ne jetojmë. Një temë mund të ketë, për shembull, le të themi 70 ajete, ti nuk mund të sjellësh 70 ajete në një hutbë. Një temë mund të ketë 3000 hadithe për një temë. Ti nuk mund të sjellësh 3000 hadithe, kështu që ti do të bësh përzgjedhjen e duhur, pra duhet ta mendosh mirë në mënyrë që sjellësh atë që është më e duhura. Për sa i përket gjatësisë hutbes, domethënë ka disa njerëz që mendojnë se hutbeja e gjatë është po të jetë mbi 5 minuta, pra duhet të jetë 5 + 2 = 7. Kjo nuk është e vërtetë. Po edhe dikush që thotë 1 orë plus 1 orë gjysmë, dhe kjo është gabim. Hutbja është, domethënë, le të themi diçka që le të themi po ta masim me kohën e sotme, themi më e arta hutbe që përshtatet me atë që quhet sunet e pejgamberit alayhis salam, le të themi është 25 + 5, pra gjysmore mbyllet gjithçka. Po ka rrethana dhe situata të caktuara që khatibi e mbyll më herët apo e mbyll edhe më shumë. Po tek gjysmorshi është okay situata. Po duke qenë që edhe besimtarët vinë ditën e xumah dhe ato nuk kanë një kontakt drejt për drejt me diturinë her pas here, ndoshta tipi e zgjat pak më shumë dhe nuk besoj se kjo është një problem. Problemi, domethënë që e shikoj unë, është mënyra e butë disa khatibeve, të cilët i vënë gjumë xhamatin, ndërkohë që ai duhet të jetë një kumt, siç e tham para pak. Faktikisht po të shkojmë tek jeta e pejgamberit alayhis salam, për ditë xumah e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë kur mbante hutbe, skuqej, i acaroi zëri, i fryhej fyti, sikur të ishte përpara ushtrisë. Pra është ajo që ju thatë, domethënë njerëzit kanë ardhur për të dëgjuar, njerëzit kanë ardhur për të karikuar, njerëzit kanë ardhur për të marrë një goditje, le të themi, pozitive për veten, për jetën, për familjen, kështu që nuk mund të jetë kjo, le të themi, një monotoni ose një ritëm zëri nga fillimi deri në fund, sepse pastaj nuk ka faj xhamati që i duket hutbeja e gjatë apo që del nga xhumaja siç hyni doli. O gjendëruar edhe për ta përmbyllur me pyetjen e fundit, a duhet besimtari të thërrasë një shok ose një koleg në ditën e xumah që ai t'i bashkangjitet pra kësaj mbledhje të bukur në lidhje me Zotin? Shumë interesante dhe shumë e bukur, dhe pikërisht kjo do ta zbukuronte edhe më shumë xhuman e besimtarit, nëse ai në xhuman e tij merr me vete një familjar, merr me vete prindërit, merr me vete kolegët e punës, merr me vete shokët e shkollës, sepse mund të jetë ai momenti, ai personi mund të jetë shumë gati, po thjesht ka ngel një ndezje, një shkëndi që ai le të themi të ndriçohet, e të marrë nurin dhe dritën e Zotit edhe pastaj të ndriçohet për këtë botë dhe për botën tjetër. Pra ne e kemi thënë që ne si besimtar nuk jetojmë vetëm për veten tonë, ne duhet të jetojmë për të ndriçuar dhe të tjerët. Si ta bëjmë këtë? Ndoshta jo të gjithë jemi të aftë, atëherë të paktën minimalja i sjellim njerëzit në xhami dhe i sjellim njerëzit për ditë xumaje, por unë do të kisha një amanet, porosi. Kur të marrim dikë me vete në xhami për ditë xumaje, sidomos duhet ta mbajmë afër shumë, sepse varet se kush i qëllon afër dhe si i qëllon afër, dhe dikush ndoshta sheh tek ky që ka ardhur për herë të parë ndonjë parregullsi, le të themi, edhe do të fillojë të merret me atë gjë, ndërkohë që ky mund të jetë hera e parë që vjen në xhami dhe mund të jetë një goditje jo e mirë për të. Siç ka ndodhur për shembull, ka ardhur dikush në xhami me pantallona të shkurtra si për gjurit. Hera e parë që e ka marrë dikush me vete, le të themi. Ky shoqëri që na erdhi në xhami, këtij nuk i flitet. Ky që e ka sjell më vonë dal nga dale orienton, ose përpara duhet ta kishte orientuar. Në momentin që erdhi, atëherë nuk i flitet për këtë që më vonë inshallah, kështu me radhë, po kështu edhe gjëra të tjera. Kështu që nëse marrim njëri me vete, duhet kuptojmë se ky është
dhurata e Zotit, amaneti i Zotit duhet ta mbajmë derisa të kryejmë xhuman. Por edhe diçka tjetër. Nëse khatibja ditë flet për një temë që nuk është e përshtatshme për personin, i sqarohet që kjo ka të bëjë me ata njerëz që janë më thellë në fe, shumë kohë në fe. E ke parasysh pra ky duhet bëj atë rolin e rregullatorit nëse ndodh diçka, domethënë që ky i riu ndoshta edhe nuk e ka pritur që të trajtohej si temë apo për shkak se ai është fillestar. Allahu ta shpërblet Hoxhë nderuar. Amin, dhe ju Zoti shpërblet. Të nderuar të shikues, me këto shpjegime kaq të bukura islame, i erdhi fundi dhe emisionit të sotëm. Takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.